Pra abuzimet me fondet publike, ne gjithashtu presim mbështetjen mbrojtjen e qytetarëve nga abuzimet me çmimet e larta. Pozita dhe opozita janë dëshmitar që qytetarët tanë kanë ankesa për abuzime me çmime të larta. Atëherë, nëse pajtohemi për problemin, duhet pajtohemi edhe me zgjidhjen. Me fjalë të tjera, duhet ta rikthejmë ligjin për çmimet tavan, jo si një debat ideologjik, por si një përgjigje konkrete ndaj një realiteti që çdo familje e ndjen për ditë. Bota po kalon nga kriza në krizë, një luftë që ka nisë nuk përfundon, fillon një tjetër që as mendonim se do të nisë, dhe nga pandemia e vitit 2020, tash te lufta në Ukrainë në vitin 2022, e së fundmi edhe kjo lufta në lindjen e mesme, ndërkohë që krizës energjetike të vitit 2022 po i shtohet edhe ajo e vitit 2026, ju e dini që secilë sfidë jemi përgjigjur me pak kohë konkrete ekonomike, me që jemi munduar që në çdo dimension, mandatin e kaluar, të ndihmojmë secilën kategori shoqërore. Por, sikur në secilën krizë, ju e dini të nderuar deputet që dikush zgjedh të përfitoj. Ka tregtar, bizneset mëdha, që e kanë keq përdor krizën për të arritur megjithatë artificialisht çmimet. Andaj kur çmimi i produkteve bazike rritej përtej çdo logjike ekonomike, kur tregu e humb sensin e drejtësisë dhe qytetari mbetet i pambrojtur, atëherë shteti nuk mund të fshihet prapa parimeve abstrakte. Ai duhet të ndërhyjë me maturi, por edhe me vendosmëri. Sepse liria ekonomike nuk mund të kthehet në liri për të shfrytzuar dhe tregu nuk mund të jetë një hapësirë ku më i forti vendos gjithmonë mbi më dobët. Duhet theksuar që të njëjtën iniciativë e morëm edhe më herët për këtë, por u pat kontestuar në gjykatë kushtetuese nga opozita. Pra, ankesa për çmime të larta u bë ankesë në gjykatë kushtetuese kundër ligjit për të ndalur abuzimin me çmime. Ta shumë shpejt do risjellim këtu për ta votuar dhe presim që edhe opozita të reflektojë të na mbështesë në këtë projekt ligj, sepse ky projekt ligj i ri, por në thelb i vjetër, i mbron nga abuzimi me çmime të larta të gjithë qytetarët, pra ata që na mbështesin neve si mazhorancë, por edhe qytetarët që mbështesin PDK, LDK, AK e kështu me radhë. Prandaj problemet e përbashkëta kërkojnë zgjidhje të përbashkët dhe presim përkrahje të të gjithëve, duke theksuar gjithmonë se kjo nuk është ndërhyrje kundër tregut, kjo është ndërhyrje për drejtësi në treg, dhe drejtësia në treg është pjesë e drejtësisë në shoqëri.